Respekt ishëm pas veç pitute. Kry lufta ratu, për valla as koshërinin, as migjen, s'do me nëruë me pa. Jemi 42 antarë bashk. Sot që një mund jëmë ardhë për Gjermonijës, hala kënë s'kum pas ku më shku me pi një kafe një qaj. Këtë shvijat më shelë. A mendon që ka humbë respekte? Respekt kemi pasë, kishëm pas veç pitute. Veç pitute, u kry lufta ratu, për valla as koshërinin, as migjen, s'do me nëruë me pa. Respekti po thu që ka humbë ditët e sotme. Nuk po dojnë as familjarët me zveti mu enë, as mu po, as mu respektu. Babën e kum pas haxhi, jemi 42 antarë bashk. Po, këtë kleshte e mahallës, aty kanë hongër silë, kanë pi qaj, kanë nej. Sot, që një mund jëmë ardhë për Gjermonijës, hala kënë s'kum pas ku më shku me pi një kafe një qaj. A nuk thërën heq për iftar, pas kërkon, a? Po s'kom, këtë për jashtë. Po, edhe do pleq të djemë, e kom vlavin e vogël në Itali, i ka djemë në Itali, ja kanë bon vizjen e përgjeshme babës edhe nonës, pleq edhe ta ka 70 vjetë si, këtë shvijat më shelë. A nga të regëm pas që so ku je martu? So vjetë, që so vjetë e martu? So vjetë ju martu e... So vjetë martesi puna? Ju martu e në 60, me të monin, me 10 mujt 64. Që pi vjen so vite as për të kujtuhet as ty? Gati nga 70-ve, 60 e kutë. A e gjitë e vetë ata gjatën me mëset? A e gjitë e vetë a me mëset? Ja, një vetë. 2 vjetë s'kom gëzu më rona për katon. Të me gjyve, që për vetë. Se? Pa, qashtu hakon, a? Vis të rëzik shumë? Me të pa, na denojnë, na bojnë. Gjenë kon, jo misër, po në përgjësia kon. Edhe nesër marë puna, unë jam qëty. Në ora 2 natës 10 qershor, është lejmëru marrëveshja Kumanovës, Kosova u shliru marrëveshja Milošević me NATO-n, jo me neve, me NATO-n. Ata e ndërzun, ata ka nik. Edhe tash kum hi në për tenda, në tenda, krejt, u shliru më pështum, ata nuk beseshin natë ka qenë në ora 2 natës. Me 11 qershor, unë kum marrë në shpital Mbllaç, kum marrë momenti ma i mirë njetë rilindja, dhe shko rilindje, që ku jenë ma të bisetu që tash, na kanë mundë të qëtu heqë. Sot, a marrë pension të veteranit? Po, jo nuk marrë se marrë këtë kontribut dhanë se marrë. Kartelin e kam, po nuk e marrë se aja është ma ullë, është 204 euro i marrë, 260 euro i marrë. Që kumë punu, kumë kontribu, kumë dhonë kontribut për shtetë, që ato. Edhe nesër marrë puna, unë jam qëty. Aty jam se mrapa i ki familje, i ki gjithë mrapa aty. E tash ti si person me pështu vetë familja me të shkurë është katastrofë. Zëti shpizet me dollë para shpisë? I pari të me koni pari. Tregam, cënë është momenti ma i mirë gjatë luftës? Po momenti ma i mirë është kur imi kalu pëngesa se ta kanë qitën mina toksore, gjitha ato, që na kemi gjithë një rrugë tjetër, alternative dhe kemi kaluën. Edhe kemi shku të familja, kemi kalu në ato, se kena pas informacione edhe në luftë ka pasin që qësët janë qitë në vendosë janë mina, më smëronë mina edhe me shku të familja, momenti ma i mirë ku mujtë me të kalu me shku të familja, me pa familja. Që shonive në atë momentin kërë kuptove që erë shlirimi? Kur erë shlirimi në kumë qenë Javar. Javar është një lukështoj ka qenë kështu, une kumë përcjellën me radio, kështë po dhe radio të vogla, gjitha ato, edhe në ora 2 natës 10 qershor, është lejmëru marrëveshja Kumanovës, Kosova u shliru marrëveshja Milošević me NATO-n, jo me neve, me NATO-n. Ata e ndërzun, ata ka nik. Edhe tash kum hi në për tenda, në tenda,
Krejt, o, ushqirum, pështum, ata nuk besojnë natë ka qenë ora 2 natës, po nuk më përcjell. 2 natës, unë nuk më përcjell. 2 natës. Do thonë Kosova është liruar në 2 natës. Kosova është liruar në 2 natës në ora me 10 qershor. A kupton? Edhe tash pi tham pështum, ata ishin befasuar se s'ka marrë kemenja. Kjo punë bo. Edhe kum hinën, edhe në pashatori kum tërgu krejtve. Me 11 qershor unë kum marrë në shpital Mbllaç, kum ardhen me vizitu edhe kum këqyra komina, diçka ka qenë bari dhe i këto. Kum ardhen, po vetë kum ardhen, herë tani kum pro familjen. Momenti ma i mirë njetë rilindja, dhe shko rilindje, që ku jenë ato bisetu që tash, na kanë mundit të kënë qëtu heqë. Në ora 2 natës 10 qershor, është lajmëru marrëveshja Kumanovës, Kosova është liru marrëveshja Milošević me NATO-n, jo me neve, me NATO-n, ata e ndërzun, ata ka nik. Edhe tash kum hi në për tenda, në tenda, krejt, o, ushqirum, pështum, ata nuk besojnë natë ka qenë në ora 2 natës, po nuk më përcjell. 2 natës, unë nuk më përcjell. 2 natës. Do thonë Kosova është liruar në 2 natës. Kosova është liruar në 2 natës në ora me 10 qershor. A kupton? Edhe tash pi tham pështum, ata ishin befasuar se s'ka marrë kemenja. Kjo punë bo. Edhe kum hinën, edhe në pashatori kum tërgu krejtve. Me 11 qershor unë kum marrë në shpital Mbllaç, kum ardhen me vizitu edhe kum këqyra komina, diçka ka qenë bari dhe i këto. Kum ardhen, po vetë kum ardhen, herë tani kum pro familjen. Momenti ma i mirë njetë rilindja, dhe shko rilindje, që ku jenë ato bisetu që tash, na kanë mundit të kënë qëtu heqë. Respekt i shumë pas veç pitute. Kry lufta ratum, për valla as koshërinin, as migjen, s'do me nëruë me pa. Jemi 42 antarë bashk. Sot që një mund jëmë ardhë për Gjermonijës, hala kun s'kum pas ku më shku me pi një kafe një qaj. Këtë shvijat më shelë. A mendon që ka humbë respekte? Respekt kemi pasë, kishëm pas veç pitute. Veç pitute, u kry lufta ratum, për valla as koshërinin, as migjen, s'do me nëruë me pa. Qështu? Me thonë respekti po thu që ka humbë ditët e sotme. Nuk po dojnë as familjarët me zveti mu enë, as mu po, as mu respektu. Qërone, babën e kum pas haxhi, jemi 42 antarë bashk. Po, këtë kleshte e mahallës, aty kanë hongër sil, kanë pi qaj, kanë nej. Sot, që një mund jëmë ardhë për Gjermonijës, hala kun s'kum pas ku më shku me pi një kafe një qaj. A nuk thërën heq për iftar, pas kërkon, a? Po s'kom, këtë për jashtë. Po, edhe do pleq të djemë,